Ka maj çante, po kleve që ka vë varse që kanë vënë që kur kam qenë 13 vjeç atë lloj varse kështu. Atë varsën e holl me kuadrat këtu. Kleve ka vënë tash 38 vjeç, unë kam vënë kur kam qenë 13 vjeç. Çka ka këtu i biçën kopion muaj se i shit rrok. S'ka lidhje. Për zotin, unë ndroj. Çantën më japi 200 euro, se më japi çantë tjetër se s'ka më, se s'do më ndroj për këtë. Ku je? Ja këtu të shiro këtu. Ata shifsha motrën se ta lexova komentin pa dashje, marr pjell motrën. Ta lexova komentin pa dashje, ty që the pjell rrofsha që skërcen. Rop mbjella që thot më pjell rrofsha që skërcen, ja shifsha familje pjell, kush e thot më? Kush e thot më ai që skërcen, ja shifsha familje ngoj. O Greca, qa bënë? Hiq, maj, porri, qa jeni të bëju? Çanta fake, ore fake, ose i shitë rop, to plak. Mo bëni kështu kaq negativa i shif sharop, 200 euro e kam ble vetën re. 200 euro kare kam ble vetë. Po qa vetë e kam ble është originale kjo thuj Klevjo, se o Klevjo, ma ka bë dhurata Aleksi. Po që e për kështu, që më thu mu të hiq çantën, para i ke merru me Aleksin, thuj pse e ke bë dhurat Grecës çantën, kur e di që kam dhënë çantë si Aleksi. Në rregull. I ke thuj Aleksi se ma ka ble Aleksi mu këtë. Ke edhe faturë, prita tregoj faturën. Ma ka ble Zio mu këtë, ma ka bë Zio dhurat që ta dish. Mos thuaj çantë false, po s'doja me thënë si muhabet. Po me që po çon kështu punën, jo po hiqe, jo po mos e hiq, pse më thon mu hiqe ti? Pse më thon mu hiqe, pse më kopion? Thuaj Aleksit, Aleksi ma bëri dhuratë me këtë çantë. Në rregull. Po kështu pra thash se s'doja me fut Zio, po me që erdhi punë mu. Është në gjithë belaja ikër. Vlerat, më shpije, vlerat. Kush më mëson këto numrat mu mërë burë? Kush është ullë hapi gull, pa leja mos bëni kështu ma betë është ashije burë. Kush është ullë se s'do e lexoj me komentet, do e myll komentet për zotin. Ore, po lejeni mos thoni kështu burr Klevjo, se i çik doj, pastaj fillon na bërtet, na shan. Leje burr, paktën ta dim që bëjmë shaka. O iku. O Klev, a do më japësh 200 euro ta hiq çantën? Pa shallan se më kanë zi jetën. Me rop shpije, më jep 200 euro se më jep 200 euro. Po se më jepi çantën ato tuja, çka ke aty që se përdor më? Thash ne Klevjo të komentu këtu. A ishte ajo? Ku je? Ta. Më ke pa që komentin e parti mu, po... Për kokë të vlajt s'kam pa. Gjatë këtu ti, mjeshtë. Sa e ke bletë çantën ti? 200 euro. A do ma japësh çantë dhe mos ta vej me për zotin, se s'kam tjetër. Po, tani, ta dha Aleksi, e bleve, apo si? E bleva vete, por po kam shef nga s'moj qik ta. Te kush dyqan e bleve? Te King Bro Style, atje ku marr rrobat. Ku është në Tiranë? Po, te pallati me shigjeta. Po se ka policia këtë tipin që shet falso? Di që e kam thënë? Me rob shpije, për kokë vllajt o Klev, kur kam shkuj ka marr çantën, isha me i shok, më tha mere, pa i ke thashën por leja se do fillojnë këta, thash, do më shajnë këta, mirë këta, i thash, po do thoj Klevjo për çantën. Ore mere, tha se është e mirë, mire, mora pastaj. Këtë çantën marrë edhe 2 bluza dhe i pal gjikse. Po ti tash u fiksove, do ma japësh i çanta heq për zotin, se s'kam tjetër, me rob shpije se i kisha jep direkt. Po, sa i ke marrë, 200 euro? Po, orës du 200 euro, mi jepi çantë, qa ke aty që se përdor. Ja, pun çantë, po futja thik tani të shikoj. Po, rob shpije direkt. Vazhdo veprimet. Shife. Geliti. Sigari geliti? Tjere,
King Bro Style, po të bëj thirrë edhe unë. Mos maj më çanta kështu si këto pash familjen, mos maj më Jo, çanta. se do ta shikojmë në King Bro Style, Daka, do t'ju shikoj gango ju, do mbani ju që mbaj unë, do t'ju shi familjen. Maja më që kam për t'ju bërë. Do t'ju degeneroj me shtet, do t'ju degeneroj dhe ta që i veshin këto rroba. Në rregull, O Klev, motër shira, unë blejna 28.000 euro çanta, ju mi nxirrni grecën mua aty. e di këta se kam thënë që e ke marrë ja 15.000, po problemi është kështu burr, ti se Kush e ka pas Hermesin i parë nga artistat? ti. Hermesin, mos me trejt kot për kokë familjes ty ta kena pa gjithë. Do të them dhe gjë tjetër. Edhe këto bluzat kështu. Leje ça dalin tash në koncert. Dalin në njëri nga këto bluzat që kush e ka pas përkthy këtë kështu para teje. Rob shtëpie jap ça dush. Gjithë ty ta kam pa jo ne. Tani ti e fansi im apo i stresit? O stresin e kam shokun o vllai, edhe ty të kam shok. Ty të kam shok, do me thënë. Me ty s'kam qa bëj unë si lloj gjë jam. Po, kurse stresin e kam shok, se më ka pru puna ta njoft, rrit, flet, haj, pi. Ka lidh puna, Po ti se kur s'na e shan hallin më burr, se kur s'ke qenë herë, besoj të kesh qenë, po ti ke qenë situatë toni qif, shara, ne do hajmë buk. Pse, s'duan me ble çantën 10.000 euro si e ke ti? E kam pas 15.000 lek, shiqyr zotit mu bë marr, e mora 200, ma grise ti. Të pak të mjepi çantë tjetër. do t'japi çantë që bën 400-500. Beto? Po çfarë do të betojmë? Okej. Se më duket kështu e çuditshme burr. Ma bëj dhurati çantë, nuk dua as leka si gjë. A do më bësh dhe dhurat tjetër? Qa do? Edhe i pal atlete. Qa atletësh do? Qa dush? Bajare, sepse ashtu me bë dhurati qif, shara, ka bëmu. Mos me... Kanë fillu të vesh vetëm Hermesa dhe ndoshta duken si të njëjta, po lëvizin vetëm pak ngjyrat. Gjo pak, gjo, me që... Po tash ja ti ke zbafën që ti gris to për atletët? Jo këto mbaj ti e vlla, se unë si blej kur këto. A ti ke zbafë? Po e mbaj ti, s'ka problem të mbaj, po jo çantën. Jo çantën, se çantën na ulët vlerën. Ore ta ulëm vlerën e burr, po ti e di që kena i çik shef në i qif, sharop, ti e ke marrë 10.000. Unë e ka marrë 200, unë them inshallah, o zot me që e ka marrë 10.000. E me nove herë me gris, po thash, qa të bëj unë gacmoj që i ka lekës. Po marrë është 10.000 leku s'do ketë vlerë fare. Nuk e marrë datën 10.000, besoj të më qojnë herë jeta më me marrë datën 10.000. 10.000 do duket si tani 130 euro. I po s'besoj të më shkojnë herë mundësia me marrë çantën 10.000, se ne kena ardhur. Do të shkoj, se po ndete me njerëz që kam potencial, edhe t'jepet mundësia. Richard, o Klev, ketë falë nga Richardi, është ai shoku joni për bashkët, që është në shkollë që ta marrë në telefon. Bashkë me Markun jam këtu të komentu. Ja, thuar, prandaj, ore, dini ju kush e mbron këtë? E din këta kush të mbroti? Ja, për zotin. Po pse si falendero ata? I falenderoj për ditë, por ç'a ti them, mbron ai në burg, mbron ai në burg. Ata janë shok tuj, për zotin, sa herë që kam shku, ja nesër jam prap atje, pas nesër. Edhe pyesin gjithmonë për ty, pyetjen e herë, ai kam folën e herë keq ose i kam thënë për zotin veç më të mirë. Dhe atë të bësh ti. Jo, dhe të bëj, po pyetje herë. E disa në rrezikje unë vendosa të bëj dhuratë se sa për shembull të filmoj, kupton? Je i mirë shumë. Pyete pedagogun, thuaj çfarë i thot Greca për ty sa herë që shkon. Po me këto muhabete, po. Po iki edhe pak fam dash. Ti je shumë i mirë, të falenderoj. Kur të vita marr çantën dhe atletët? Jo, to të bi unë. Je i mirë shumë, ik të buth. Ai numri që të mora jam unë. Unë të shkrujt edhe djeti. Shif që të kam shkrujt.
Po si duket e ke ndruti këtë? Po. Kam shkrujt, mi jep 200 euro se hej çantën direkt, që djetë kam shkrujt se s'kam tjetër. Ik Lali, hajt. Are budalles është çun rrugë, nuk është. Ju jeni menoni kështu, çun rrugë, a kupton çfarë thot? Budalla thot. Hallexhi, gjynaf, me çantë. Tash edhe çfarë i bëj? Ta rraf do dalin ka rafi Grecën, ta shajke shau Grecën, a thot i blej çantë, hishe atë, se di unë, a kam dalë them në herë jam boss, i shirop dhe kam blej 10.000 euro, jo 200.000 lek. Vetëm a hishet mos e ke se imja, ke çantë dhurat 500.000, ke edhe i pa atletë 500.000. Jo, atletët si ka 500.000, ka 3-4.000 e lartë. Hare, thoni çanta. Thoni çanta tash se më çat karin, thoni. Hare, o King Bro Style, pash familjen, mos maj mësi këto çanta varika. Mos maj mësi këto çanta varikari, si i shive Evropa, s'vjen turbe. O, qna kapi sikleti, tash nuk do marrë çantë shtrejti i shif sharop. Po jam sa, është çun rrugë, kupton thot hatja bet ose gjinafe. Ke parasysh ai dillet bëj kështu si Noizi për shembull që më kishte fut blok më varikarin. Ditë bëj edhe kështu se kur më shef hiç më plasi ato. Jo, 4.000. Se 2.200 i kisha. I kisha 2.200.